Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi me historinë e radhës. Këtë herë do të ndalojmë tek historia e zonjës Merit, e cila është përballuar me një tradhti të madhe nga bashkëshorti i saj. Jam Merita, e lindur në një fshat të vogël malsor, mes traditës dhe krenarisë që na mësoi që të vegjël gruaja duron, mban, nuk qan dhe nuk turpëron familjen. U rita me këtë bindje, e gdhendur në shpirt si ligj i shenjtë. Jam bia e të ndjerit det të ndrecës, buri i urtë, i drejtë dhe punëtor, dhe nanës Lile, e cila më riti me dorën e hekurt, por me zemër që më shkrinte në çdo buzëqeshje. Në moshën 20 vjeçare u martova me Nikollën, djalë malsori si unë, nga një familje me emër të mirë në anën tonë. U njohëm në një dasëm në Koplik, dhe më pas disa muaj shfejes u bëra gruaja e tij. Nuk kërkova luks, vetëm dashuri dhe respekt, ai mi premtoi të dyja. Pas martesës u shpërngulëm në Danimark. Atje jetonte vllau i tij, i cili i ndihmoi të fillonim një jetë të re. Isha e lumtur që do të largohesha nga varfëria dhe do të ndërtoja një të ardhme për fëmijët e mi. Brenda një viti linda djalin ton të parë, Arditin, dhe më pas vajzën Diolën. Shtëpia jonë ishte e mbushur me zhurmë fëmijësh, aromë gjelle shqiptare dhe muzikën e radios që dëgjonte vjera ime gjithë ditën, sepse po dhe ajo jetonte me ne. Vjera ime, Zoja, ishte një grua tipike malsore, autoritare, e prerë dhe gjithmonë me një koment në bus. Më thoshte se nuk do të isha kur e zonja si nusja tjetër, si Valbona, kunata ime. Në fillim mendova se ishte vetëm xhelozi apo thjesht krahasim që nënat bëjnë shpesh, por pas disa vitesh fillova të ndjej se diçka nuk shkonte. Valbona ishte motra e Nikollës. Jetonte vetëm pasi ishte ndarë nga burri i saj. E pranuam në shtëpi, përkohësisht. Ajo sillej si pronare, më rinte mbi kokë dhe në kuzhinë, edhe në rregullimin e fëmijëve. E thëriste Nikollën me një afërsi që më shqetësonte. Boni kqyr ma pak kyt laptopin. Boni e ka mërzini kafe. A e ban ti për mu? Nikolla qeshte i shikonte sytë e saj me një vështrim që dikur ja kishte rezervuar, që mi kishte rezervuar vetëm mua. Fillova të dyshoj. I thash Zojës, ajo më shikoi me përbuzje. A je në vete ti, apo don me na prish familjen për xhelozi pa lidhje, më tha. Një natë kur u ktheva nga puna më herët se zakonisht, pash diçka që më kputi shpirtin për gjysëm. Valbona po dilte prej dhomës tonë, flokët e çrregullta, e qeshur me një këmishë nate që nuk ishte e saj. Eca drejt dhomës që e gjeta Nikollën në shtrat, me aromën e saj e nden ajër. Ai u ngrit dhe më tha, mos e ban dram Merit, se ke i den çka më ka dhanë bona që ti s'ma ke dhanë kur. U ndava shpirtërisht atë natë. Nuk mundja ta besoja se buri im kishte fjet me motrën e vet. Nuk ishte vetëm tradhti bashkëshortore, ishte diçka më e rëndë, më e errët. Por ajo që ndodhi më pas ishte edhe më tronditse. Pas disa ditësh, Nikolla, Valbona dhe vjera ime Zoja ishin zhdukur. Kishin marrë paratë e përbashkëta nga llogaria bankare, dokumentet, madje edhe disa nga rrobat e fëmijëve, më lanë me 2 fëmijë pa asnjë lek në një vend huaj pa përkrahje. Më duhej të bëhesha e fortë, të mbaja fëmijët me bukë. Fillova të punoja natë e ditë si pastruese, kamarjere, ndonjëherë dhe në 2 vende njëherësh.
S'kishte kush më ndihmonte as familja ime në Shqipëri, sepse as ata s'kishin mundësi po mbijetova. Me zor, por po qëndroja në këmbë. Ndërkohë mora vesh nga të njohur të përbashkët se Nikola, Valbona dhe Zoja kishin ikur në Gjermani. Kishin ndruar mbiemra, kishin hapur një biznes të vogël, një restoran shqiptar dhe e shisnin historinë sikur ishin familje moderne që jetojnë bashkë. Askush nuk përmendte faktin që ata ishin motër e vëlla. Askush nuk fliste për Zojen që i kishte dhënë bekimin kësaj marrëzie. Fëmijët e mi nuk e kuptonin pse baba nuk vinte më. Nuk e kuptonin pse Valbona, halla e dashur, nuk vinte të luante me ta. Më është dashur të gënjej, të mbroj shpirtrat e vegjël që nuk ishin fajtor për turpin e atyre që i lindën. Sot pas 8 vitesh jetoj ende në Danimark. Kam arritur të marr në shtetësinë, djali im është 15 vjeç dhe është kampion në not, ndërsa vajza është 12 dhe pikturon ëngjëj. Unë ende nuk kam mundur të dua dikë tjetër. Nuk më mbeti më besim në dashuri, por më mbeti forca për të jetuar, për t'i rritur këta 2 yje që Zoti më dha. E kam mësuar në mënyrën më të dhimbshme që ndonjëherë nuk të tradhton vetëm burri, të tradhton gruaja që të quan bi, të tradhton motra atij që e thrisje kunat, por më e rënda është kur të tradhtojnë të gjithë bashkë, aratisen me të vërtetën dhe të lënë me hijen e asaj çfarë dikur e quaje familje. Po unë me Rita nuk u rëzova, sepse nënat nuk rëzohen, ato mbajnë edhe kur nuk kanë më këtë mbështesin. Dhe kjo është historia ime e vërtet, e heshtur për vite me radhë. Sot e thënë për të gjitha ato gra që janë gënjyer, braktisur dhe janë detyruar të rindërtojnë vetë jetën e tyre, nga hiçi. Kjo është historia e Meritës, e cila fatkeqësisht u tradhtua nga kunata dhe burri i saj, është pak e paimagjinueshme, por fatkeqësisht nuk është hera e parë që dëgjojmë raste të këtilla. Të paktën unë që punoj me këtë rubrikë, më besoni, kam histori të çmendura që më vinë dhe unë nuk e kuptoj se deri ku mund të shkojë njeriu dhe çfarë është në gjendje të bëjë njeriu. Turpe dhe vetëm turpe. Mesazhi im në këtë histori është kjo, që respektoni shkallët e Zotit dhe respektoni ligjet e Zotit ashtu siç Zoti ka krijuar në këtë univers. Mos u ndikoni nga djalli që u flet non-stop në mendjen tuaj, mos u ndikoni nga rrugtimet të cilat janë të paimagjinueshme, janë skandaloze. Thjesht faktit jeni brum që u ka fal nona juaj dhe mos bëni turpe të këtilla në jetën tuaj.